Dita 10 Ungjilli pa kufi. Deri tani Ungjilli u ishte shpallur kryesisht judenjve, por në kapitullin 10 Zoti bën diçka revolucionare. Ai hap derën e besimit për të gjithë kombet. Përmes vizionit të Pjetrit dhe kërkimit të sinqertë të Kornelit, ne shohim se dashuria e Krishtit thyen çdo barierë kulturore dhe fetare. Mësimi: Zoti nuk ka preferenca. Vargu kyç. Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: në të vërtetë unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm, por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai. Veprat kapitulli 10, vargu 34-35. Shpjegimi: Pjetri ishte rritur duke besuar se disa njerëz ishin të papastër, por Zoti i dha një vizion, shtroja në kafsh, për t'i treguar se asnjë njeri nuk duhet quajtur i papastër. Kur Pjetri u bind dhe shkoi te Korneli, një jo hebre, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që e dëgjonin. Ky është rrëshajet e jo hebrejve. Mesazhi: Zoti nuk shikon pasaportën apo prejardhjen tonë, por sinqeritetin e zemrës sonë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 10. O Ati ynë i dashur, unë të falenderoj ty që hiri yt më ka përfshirë edhe mua. Faleminderit që ti nuk tregon anësi dhe që dera e mbretërisë tënde është e hapur për çdo komb. Unë rrëfej që shpesh në zemrën time kam krijuar mure dhe paragjykime për njerëz që janë ndryshe nga unë. Të lutem më jep sy si të Pjetrit për të parë vlerën e çdo shpirti që ti ke krijuar. Më ndihmo të jem një mjet paqeje dhe bashkimi, duke u treguar të tjerëve se Jezusi është Zoti i të gjithëve. Më mbush me frymën tënde, që dëshmia ime të mos ketë kufi, në emër të Jezu Krishtit të Nazaretit. Amen.